miqtë Prizmës. E fundit, mbas Karadhek edhe antishqiptarizëm që i ndodh Shqipërisë edhe politikës shqiptare, por njëkohësisht edhe projekcionit ton në Evropë, ose ku diun, ta them tash, normalisht duhet thënë në botën e qytetëruar. Shfaqot, kjo është fjala më e përshtatshme. Shumë mund mos ta kenë qef as Evropën sot. Ishte që Sali Berisha bashkë me Albana Vokshin, Jorida Tabakun dhe atë Byli Bashin, shkuan edhe nuk lanë gjatë pa sharë, pa fyer, pa baltosur vendin e tyre. Ju tash do të thoni që e kanë thënë për qeverinë e Shqipërisë dhe për Edi Ramën. Ja ku po përgjigjem tash i shpejt dhe qartë dhe pastër. As majorancës, as Edi Ramës nuk i plas fare se çfarë qelpsinllëqes nxjerr nga goja Sali Berisha. Ata e vërtetuan që sa më tepër ai sillet kështu, aq më e madhe është fitoria e tyre në Shqipëri. Sa më tepër Sali Berisha fyen vendin e vet, Shqipërinë, aq më shumë, aq më e gjerë, aq më e thellë, aq më e madhe është fitoria e tyre politike. Sali Berisha aty para pak njerëzve, shumë pak njerëzve, kishin ardhur jashtëzakonisht pak për ta dëgjuar një renegat të tillë, një antishqiptar të tillë. Më keq se gjithë panslavizmi në Beograd, më keq se putinizmi edhe koha cariste e Shqipërisë. E Shqipërisë me themelimin e shtetit shqiptar, që në fundit 1913 edhe ai vend ka vendosur një lloj firme e cila funksionon edhe sot. Nuk kanë arritur ta bëjnë këtë armiqt më të mëdhenj të Shqipërisë. Pra, në prani të shumë pak njerëzve atje, 4-5 vetëve, në Partitë Popullore, asnjë lloj institucioni relevant nuk është thjesht një organizim politik brenda një institucioni i cili sigurisht edhe ai është politik në Parlamentin Evropian. Është një grupim. Fyu Shqipërinë duke i thënë narkoshtet. Për ata që nuk e dinë, narkoshtet është një vend ku, ose zona, ku të gjithë baronët e drogës jo vetëm bëjnë ligjin, por nuk lejnë as policinë të futet. Nëse keni parasysh se çfarë bëjnë narkotrafikantët, i keni parë nëpër filma, rrjepin njerëzit gjallë dhe i lënë të varur. Në ato vende nuk ka as lloj zgjedhjes, nuk krijohen zgjedhje. Por to punojnë e gjithë ajo popullsi e madhe. Aty nuk mund të ketë as pensionista, as gjykata, as universitete, as shkolla, as fëmijë që shkojnë në shkollë, sepse urdhërojnë ata. Ky është narkoshteti. Mirë po, këtë gjë ju thot atyre në Evropë, një antishqiptar 81 vjeç, në shërbim jo vetëm të qarqeve më obskurantiste antishqiptare, akoma në veprim, të shpërbërjes Jugosllavisë, por dhe të së keqes më të madhe që trashëguam nga Partia e Punës së Shqipërisë. Të asaj perfidje të jashtëzakonshme të Ramiz Alisi, i cili ngarkoi një derbeder të tillë për të drejtuar në keqen e madhe që po bëhesh në atë kohë, për të drejtuar një parti e dizenjuar për të lindur e për të vënë përpara Partisë Punës Shqipërisë. Ky ju thot atyre që është narkoshtet edhe, që ky narkoshteti janë të gjithë organizmat relevant ndërkombëtar nga DEA dhe të gjitha organizmat evropiane dhe të disa shteteve mike tonët, të cilat kontrollojnë çdo milimetër të territorit shqiptar. Mos kujtoni se nuk i din. Din gjithçka, edhe kush tenton të mbledhë 20 ranë. Dhe çfarë bën me ato? I thot narkoshtet pse veprojnë grupe shqiptare dhe i thot vend terrorist, vendit vet. Imagjino e barazon me Hamasin. Sali Berisha i thot Shqipërisë vend Hamasi. Hamasi është një vend
ose është një organizatë terroriste e Palestinës, morën qafë edhe Palestinën. Dhe organizatat tilla, të ngjashme me të, organizatat që marrin përsipër të vrasin, terrorizojnë një pjesë të popullatës dhe të vrasin. Sepse ka disa trafikantë që veprojnë bjefjala në Londër, ose në Gjermani, ose në Itali, dhe që janë jashtë, është faji i Shqipërisë. Këta trafikantët mund t'jenë edhe nga vendet tjera, mund t'jenë trafikantë edhe francezë, mund t'jenë trafikantë edhe italianë që bashkëpunojnë. Është vend trafiku dhe narkotrafiku. Është vend me organizata terroriste. Imagjino që çfarë ju thot ky i çmendur 81 vjeç. I çmendur, i përjashtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe, si njeri nuk e lejojnë të shkelin tokën e tyre. Këtë që akuzon ke partitë popullore të famshme evropiane që as i pyet kush, as për lash, as për balash, kur vjen puna për shtetet cilët janë rrugën e integrimit. Imagjino duhet besojnë këtë derbeder, mirë thotë Noli, që pështyn mi vendin e vetë, se kujton se urren Edi Ramën edhe pushtetin e tij edhe njerëzit kudo në botë do ta besojnë për marrëzirat që nxjerr nga goja. Kur Shqipëri mblidhet sasia më impresionante e njerëzve, nuk e ka bërë asnjë vend tjetër i Evropës, e bëjmë ne. Nuk mund mblidhen 50 shefa shtetes evropian në një vend për 2 ditë gati. E ka bërë Shqipëria jonë e vogël. Edhe tashti, Sali Berisha ju thotë atyre 2 idiotëve që e dëgjojnë atje, që shiko, ky vend që ka mbledhur gjithë Evropën, është vend narkotrafiku edhe organizatash terroriste. Edhe ata jo vetëm që janë brenda këtu, këmbkryq. Jo vetëm amerikanët, janë italianët, janë francezët, janë gjermanët. Janë të gjithë këta vendet e mëdha demokratike që takojnë këtë kreun e narkotrafikut e organizatave terroriste që sipas Sali Berishës është Edi Rama dhe pushteti i tij. Janë aty, janë me organizmat e tyre. Ky nuk është se fyen Edi Ramën, ky fyen ato, fyen popullin shqiptar, që i nështrohet narkotrafikut, që i nështrohet edhe organizatave terroriste. E di që quhen organizat terroriste gjithë shtetin shqiptar. Kryeministrinë, ministrit, janë organizata terroriste, sipas Sali Berishës ta vrasin. Sali Berisha nuk lë televizion pa dalë, dhe këto organizata terroriste e lejojnë të dalë. I thotë organizat terroriste SPAK-ut, i thotë organizat terroriste drejtësisë. Dhe duhet ta besojnë ata, idiot, dy pleq idiot, jo pleq, pa ata të marra, janë të rridhur trush kush beson Sali Berishën, se SPAK-u është organizat terroriste, organizate provuar terroriste. Dhe aty pranë tij, dhe kjo është e keqja e madhe, është edhe një si Jorida Tabaku. Them me vete kjo është e çmendur, çfarë i ka ndodhur kësaj gruaje? Si mund pranoj që një delirant që mbron vetëm interesat e Argita Berishës dhe Shkëlqen Berishës dhe të shoqes korruptuar, po dhe të vetat, dhe Abit, Maltezit, dhe kjo që ndron aty dhe është dakord me ato çfarë nxjerr nga goja. Sepse ata Albana Vokshi unë e kuptoj. E tillë është ajo. S'ka merituar kurrë, asnjëherë nuk është përballur me votat e popullit. Ajo gjithmonë është e katapultuar e këtij kriminali anti-shqiptarit të jashtëzakonshëm, i cili vazhdon agjendën derisa të vdes. Agjendën anti-shqiptare, antidemokratike, anti-lirisë, antidemokracisë. Shkatrues deri në themel, jo vetëm në tentativën e vitit 1996 për të shkatruar zgjedhjet, për të rrahur njerëzit, për ta deformuar sistemin. Po në tentativën për të shkatruar shtetin, zyrat e shtetit, ushtrinë, çdo gjë që kishte shteti në 1997, për ta bërë gati, jo vetëm për luftë civile, por për të pushtuar nga fqinjët. Për fat nuk e arriti dot. Për të coptuar edhe një herë Shqipëria në rrezikun e 1912-s, 1913-s, 1920-s, 1919-s, me firma dhe me vuda. Me po të njëjtën agjendë.
me po të njëjtën filozofi shkatrimtare për Shqipërinë, për kombin shqiptar, si të doni. E rrëzoi shtetin. Mos ishin miq të futeshin, të ndërhynin me forca ushtarake. Shkatroi të gjithë ushtrinë, shkatroi deri në vitin 1995-96 çdo gjë ekonomike që kishte ndërtuar me gjakun e tij ky popull. Me një skenar ugurzi të jashtëzakonshëm, shkatrimtar dhe anti-shqiptar të bindur. Dhe për fat keq, Sali Berisha ka bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm edhe në Kosovë. Mbeturinat e gjithë post-jugoslavizmit më qelpsin që ka pasur ndonjëherë në historinë e vet, dhe sot një pjesë e madhe e tyre janë pushtet. Janë bijtë e tyre. Janë bijtë e tyre, jugoslavistëve me një keqdashësi të jashtëzakonshme, me një frymëzim anti-shqiptar dhe anti-shqipërisë në mënyrë profetike të dikurshme, të paralajmëruar. Tentoi 1998 të bënte grush shtetit, ta merrte shtetin, ishte provë që po bënte. Me sulm, me armë, duke goditur me armë, duke marrë armë, duke marrë tanket, duke sulmuar kryeministrinë, kuvendin, televizionin. E morri dhe e lëshoi sepse sigurisht e kërcënuan. E kërcënuan jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Evropa. I thanë, nuk jemi më të sigurt për jetën tënde, mor maskara. Dhe e lëshoi. Dhe u bë faktor dialogu. E gjithë agenda e Sorosit, një prej krye maskareve, le të thotë Edi Rama sa të dush janë miqtë e mirë. Krye maskarejt, i cili ndërtoi këtë media maskaresh që kemi, ndërtoi televizionet maskarej që kemi. Mënyrën më maskaresh, devijate të bërës medjes. Dhe që ka prodhuar pothuaj të gjitha partitë në Shqipëri. E përurin vitin 2005 me anë të kopit, sepse sigurisht Sorosit ju zëmrua Fatosnano, i futën stërkamqa. E pas situatën e tha, le ta marrin ta. Me se kam marrë, sepse Fatosnano kështu është. Erdhi në 2005 dhe çfarë bëri? Filloi agjendën dhe herë antikombëtare, anti-shqiptare. Sa u detyruan në 2008 kur hodhin erë Gërdecin, ta fusin NATO. Ndryshe po na del dorët ky vend. Vrau protestën një herë për gjithmonë me 4 të vrarë në bulevard. Ju ra plumb njerëzve që nuk po bënin asgjë. Asgjë fare. Nënshkroi me Greqinë, dhe që ai rri haptas me antishqiptarët që kanë vrarë shqiptarë, me Fredi Beleri, merr dhe Josefina Topallin, rri aty ajo. E shef afër Fredi Beleri se çka ka lidhje, megjithatë mund të jetë edhe ajo pjesë e këtij skenari të jashtëzakonshëm. Se si mund të rri me Fredi Beleri dhe me antishqiptar maskarej aty, përgjegjes për vrasje shqiptarës, në kufi dhe jashtë kufive. Ajo e di. Dhe këtë do të trajtoj, si ka mundësi këto njerëz që rrinë afër këtij, për çfarë, për pushtetin. Po sigurisht ato rrinë, jo vetëm për atë. Po rrinë se Sali Berisha ju ka në dorë diçka. O spionulleqet baballarëve, o veprimet tyre, vjen keq. Duhet ta mendoj këtë edhe për atë tabaken. Ju di letrat familjes, ju a ka marrë, dhe tash ja përdor. Hodhi firmën e detit. Ju morën 7-8 milje për gati 30 sa kilometra. Ju morën territorit shqiptar. I bërën të gjitha sepse sigurisht kishte agjendën e tij, kishte edhe përkraje. Derisa erdhi një moment, e kjo ndodhi pikërisht në kohën e qeverisë së parë, ose pushtetit parë të Donald Trump, si u përgatitën letrat. Dhe sigurisht me Bidenin mbas këto letra ju hapën. Duke shpallur non grata. Harxhoi miliona në fushat elektorale për të rregulluar, miliona faqeza. I korruptuan në tëra drejtimet edhe jo vetëm, por them tëra drejtimet, them në çdo moment të jetës tij kryeministrore. Jo vetëm për 21 dhjetorë se klubin Partizani, e për Çez, për shumë element tjerë.
Dhe që çfarë janë këto përpara vrasjeve që ka kryer në Gërdecë dhe 21 janar. Këti duhet hapur dosja e jashtëzakonshme e vitit 1997. Vrasje, zhdukje njerëzish. Dhe e keqja e madhe edhe sotme është se vazhdojnë të ndjekin njerëz të një kallepi të jashtëzakonshëm anti-shqiptarisë, anti-shqipërisë dhe anti-demokracisë. Njerëz që asnjëherë nuk patën atë minimum morali, minimum ndjenje kombëtare për të kuptuar shiko, ky po bën keq. Ky nuk i bën keq kurrën e kurrës Edi Ramës. Ai me Edi Ramën ka bërë marrëveshjet më të mëdha të tij. Degradimin më të madh të kodit zgjedhor. Se ka kujtuar se del partia e parë. Ky ka vu firmën që sigurisht partia e parë të marrë 10 deri në 15 deputet më tepër. Nëse do të ishte një me këto rezultate që janë marrë, një kod zgjedhor proporcional, me prag të shuar, proporcional kombëtar, që është drejta më e madhe e mundshme, partia socialiste nuk do merrte më tepër se 74 deputet. Këta nuk e di sa do merrnin 46, 45, 44, dhe partitë e tjera do kishin 10, 15 deri 20 deputet. Do të ishte një konfiguracion fantastik i Shqipërisë. Politikisht. Nuk do kishin shkuar dëm votat kështu siç kanë shkuar, pse Sali Berisha bën marrëveshje me Edi Ramën. Ai narkoshtet nuk i thot Edi Ramës, i thot shqiptarëve, ai akmerret ndaj shqiptarëve. Sali Berisha nuk i thot organizat terroriste Edi Ramës dhe qeverisë tij. Duket sikur i thot atij, në fakt i thot shqiptarëve që nuk e votojnë më. Narkoshtet, organizat terroriste, organizat kriminale, Edi Rama nuk ka se si tjetë sepse ai është njeriu të cilët bota perëndimore i beson këtu, edhe ka drejt t'i beson. Ju thot shqiptarëve, sepse sigurisht shqiptarët nuk e votojnë më Sali Berishën, nuk duan Sali Berishën. Është e qartë kjo punë. Nuk duan t'ja shohin më surratin e tij të fliqur. Njeriu më anti-shqiptar që ka prodhuar ndonjëherë një tokë ku flitet shqip. Mos kujtoni se është Enver Hoxha, nuk është Enver Hoxha më. Nëse do të ishte Sali Berisha në vend ta ndrojnë kokë për kokë me Enver Hoxhën, viktimat nuk do të ishin 4500, 5000 të pushkatuar e të vrarë. Do ishin 10 fishi, në mos më tepër se sa kaq. Është njeriu më gjenocidal që ka prodhuar kjo tokë. Dhe vazhdon ta mbajë mbi supe. Dhe për më tepër i shkon edhe Albana Vokshi bashkë me Jorida Tabakun. Në fakt kam kujtuar se kjo gruaja, kjo e dyta kanë një fije mend më tepër. Kanë përgjegjësi më tepër. Kjo ishte fatkeqësi e madhe ta kesh edhe këtë. Kujtova se kjo e mat fjalën. Kjo ka një sens qytetarie, janë Tiranës të vjetër do të ketë një lloj sensi vetë për majtjet. Të biesh dakord, domethënë edhe kjo është e kapur në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe kjo mbase kujton se kështu i thuhet Edi Ramës. Se i bëhet keq Edi Ramës. I gjajnë një për një, bashkë me agjendën e përbashkët që kanë Kosovë me vetëvendosjen, për Edi Ramën, demek që kanë me Edi Ramën, shkatërrojnë marrëdhëniet e Kosovës me Shqipërinë. Është e njëjta agjendë post-jugoslaviste, e cila funksionon. Reaktivizohen, janë prej 100 vjetësh. Reaktivizohen edhe njëherë. Janë aty, jetojnë aty. Janë të jashtëzakonshëm, të tmerrshëm. Janë njerëzit më të ndyrë që ka prodhuar ndonjëherë historia politike e shqiptarëve. Por kreu i tyre është sigurisht Sali Berisha. Dakord miqtë mi? Nuk kam pse zgjatem, shumë zgjata. Po është e neveritshme. Edhe më të neveritshëm janë ata që i shkojnë mbrapa. Një pjesë e tyre e dinë se çfarë është ky njeri. Dhe kjo është pastaj të vesh duart në kokë, kjo është të luash mendsh nga një papërgjeshmëri, nga një
Në një imoralitet i tillë politik dhe njerëzor. Dakord, miq e mi?